can fly. Fansat e Gjestit I shkojnë për të kërcënuar Jozin live me njëherë pas prajmit. Ja çfarë ndodhi. Incidenti pra precedent në gjysmën finale në Big Brother VIP, ku Jozi në të dalë ka qelluar Gjestin me sa fuqi kishte, duket se ka shkaktuar një indinjat të madhe në rrjetet sociale. Ngjarja pa precedenci dhe pa besia sipas ndjekësve duhet dënuar shumë, teksa Jozi menjëherë është shoqëruar në komisariatin e policisë, ku pritet të marrë dënimin që nga një gjobe majme deri në 2 vite burg. Kjo edhe pasi goditja ishte me qëllim. Nga ana tjetër, fansat por edhe personazhe të njohur kanë reaguar të gjithë në mbështetje të Gjestit, teksa në Instagramin e Jozit kanë vërshuar me mira komente si nga njerëz të njohur të showbizit, por edhe të afër e fansat të Gjestit, të cilët e kanë kërcënuar hapur në Instagram. Si shihet edhe nga këto mesazhe, mlefi popullat është mjaft e mlefosur ndaj veprimit të pabesë të shkaktuar nga Jozi. Teksa jo vetëm kaq, pasi në TikTok janë shpërndarë edhe disa video nga më të ndryshme, teksa menjëherë pas prajmit janë mbledhur rreth ambienteve të Top Channel-it dhjetra të rinj të cilët kërcënojnë Jozin në TikTok, teksa në videot e shpërndara shkruan: "Hajde rrehu me burra, ku është Jozi që t'ja tregojmë qefin?" Dilo Jozi kanë shpërndar ato, teksa po presin e kërcënojnë në mjedisin rrethues të Top Channel-it. Rojet e Top Channel-it shihen teksa I qetësojnë të rinjt, duke thënë se Jozi tashmë është shoqëruar në polici dhe nuk ndodhet në ambientet e Top Channel-it, teksa të rinjt kanë deklaruar me kërcënime live se nuk do ja lënë me aq Jozit.